O Zot, ty të lutemi na mëshiro Tije më i madhi mëshirues. Mos na dëno Zot se Ti mbi gjithçka je i plot fuqishëm. O Zot, na ruaj nga veprat të cilat turpërojnë. O Zot, ty të lutemi na qetëson nga frika. Të lutemi na fal udhëzim dhe devotshmëri, nder e pasuri. Na mundësoj jetë të lumtur, jetë si besimtar dhe si njerëz me dinjitet e musliman të mirë. Na mundësoj pendim përpara vdekjes, rehati në momentin e vdekjes dhe mëshirën tënde ja Allah dhe faljen tënde pas vdekjes. O Zot, na jep halalin dhe na shtatë. Na jep halalin dhe na knaq me të, o Zot, na largon nga harami siç largove lindjen nga perëndimi. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurim askush tjetër përveç Tij është vetëm Allahu xhalla xhelaluhu, Zoti i vërtet. Një ditë i vjen engjëlli i vdekjes Ibrahimit alayhis salam, profetit dashur të Allahut xhalla shanuhu. Dhe kur e shikon Ibrahimi alayhis salam dhe e njofti se kush ishte, i thot: A ka, thot, o engjëll i vdekjes, një mik të ngusht i cili ja merr shpirtin miku ti të ngusht? Pra duke qenë se ishte Khalilullah, a ke parë, thot, në sipërfaqen e dheut, thot, dikush që ta doj dikë dhe ti marri shpirtin? Vihet në siklet engjëlli i vdekjes, siç transmetohet, dhe kthehet tek Zoti xhelleshanu që ta pyesi. Pastaj për një herë kthehet dhe i thot: "Es-salam yuqri'uka es-salam." Paqja, Zoti i paqes, të transmeton ty dhe të përcjell selamet edhe paqet prej anës Ti për Allahu xhelleshanu e Ibrahim. Dhe më tha, thuj Ibrahimit alayhis salam: A ka ndonjë mik të ngushtë që nuk e dëshiron takimin me mikun e tij të ngushtë dhe të zemrës? Subhanallah. Pra nëse është vdekja momenti që njeriu duhet ndahet nga kjo botë me taku Zotin e tij, elhamdulillah, pra për gjithçka që vjen prej Allahu xhelleshanuhu. Bike estajiru wa man yujiru siwaka, irham da'ifan yahtami bihimaka, ya rabbi qad adhnabtu faghfir zallati, man yaghfiru dhanba al-azima siwaka. Tek Ti kërkoj strehim, e kush më mirë se Ti e strehon robin e Ti veç Teje? Mëshiroje robin e dobët që strehim kërkon prej Teje dhe ndihmë kërkon prej Teje. O Zot, unë mëkatova, fale mëkatin tim. Kush mund ta fali mëkatin e madh veç Teje, ja Allah? Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahu xhelleshanuhu. O Zot, dërgoj atij salavatet e selamet tona, si më i madhi profet, më i miri njeri, atij familjes Tij të pastër, shokëve Tij të nderuar. Zot, fali, mëshiroj, begatoj gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e Tij, ja Allah, sa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. E largoj Zoti xhelleshanuhu errësirën me dritën e Tij, e stolisi botën me bukurinë e Tij, i ndriçoj mendjet mesazhi i Tij Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i udhëzoi shpirtrat thirrja e Tij, i ngjalli zemrat mëshira dhe shpresa e Tij e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Xhamati nderuar, sot me lejen e Allahu xhelleshanuhu qëndrojmë me një emër të madh, misionar i paqes dhe i mëshirës, një nga të zgjedhurit e profetëve të Allahu xhelleshanu, mrekullia e Zotit Isa alayhis salam. E përpara këtij njeriu edhe emri gjigant njerëzimit, vallahi e ndjej veten shumë të vogël që të flas për historinë e tij dhe të tregoj me detaje dhe me shpirt ato ngjarje aq madhështore dhe ato shembuj që ne i la Zoti xhelleshanuhu neve në Kur'anin famlar për profetin e dashur Isain alayhis salam. Nuk po di nga t'ja filloj, por fillosh nga familja e tij, ishte familja Imran, familje e nderuar profetësh. Të flasësh për nënën e tij, ishte nëna e tij njeriu më adhurues dhe njeriu më i devotshëm i kohës saj, madje përmendet se ishte nga gratë më të lartësuara pra në të gjithë historinë e njerëzimit, siç tregohet në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam.
apo të flas për vetë Isaiin alayhis salam, për vetë personin. Njeriu i cili ndriçoi një popull të degraduar, një popull i cili kishte humbur vlerat dhe udhëzimin, i cili vuante dinjitetin e tij, vuante në vlerat dhe në mirësitë e tij, një popull i degraduar ku kishte humbur shpresa totalisht. Vallahi më kujtohet, kam ndejt para shumë vitesh me disa njerëz të mençur, nuk ishin musliman. Dhe tek bisedonin, ata tregonin për vendin e tyre dhe ne tregonin për vendin tor dhe tregonin për ato vështirësi që hasim ne si musliman para 15 vitesh. Çfarë problemesh kemi pas, problematikat me median, se si na sulmonin, islamofobia, se si shkruanin gazetat ose mediat e shkruara, se si na shifnin njerëzit pra si njerëz çuditshëm. Vallahi, në fund fare dikush tha një fjalë shumë të bukur edhe të madhe që nuk e harroj kurrë. Tha mos e humni shpresën, tha. Juve, tha, mundoheni për mirë, e derisa ta keni qëllimin e mirë dhe niyetin e mirë, do të keni suportin e Zotit me vete. Tha, unë vetëm ju përmend diçka, tha, se profeti Isa alayhis salam, kur e dërgoi Zoti, e dërgoi një popull i cili ishte i shkatrum totalisht. Madje edhe elita fetare e atij populli ishin njerëz të korruptuar dhe njerëz të mbaruar. E megjithatë, ai punoi i vetëm ashtu siç ishte, pra e dërgoi Zoti dhe dha shpresë dhe ngjalli një popull që ishte pothuajse i vdekur. E ky ishte Isai alayhis salam, që e çoi Allahu xhaleshanu si argument dhe si mrekullia e vetë Zotit, që në fillim që t'jepte mesazhin më të fortë, që kur don Allahu xhaleshanu ta ngrej një popull, ata e ngren. Kur don Zoti xhaleshanu t'japi shenjat e tij, i jep. Kur don Allahu xhaleshanu që të hapi zemrat, edhe ato zemra, cilat duken si të vdekura, Zoti i jep jetë, pra besimi i jep jetë dhe i mbush ato plot. E Isai alayhis salam ishte misionari i paqes, i riu, i cili pra shembull i rinis, i cili në emrin e Zotit dhe në emrin e mrekullisë i fali Allahu xhaleshanu Zoti futi paqe dhe mëshirë në zemrat e gjithë bashkosëve të tij, madje i frymëzoi brezat. Meriemja, që Zoti xhaleshanu e lavdroi në Kur'an që e vogël dhe që ishte në gradën e devotshmërisë dhe të adhurimit, krahasoi me njerëzit më të devotshëm të kohës saj, madje edhe më pas. Allahu xhaleshanuhu ja lidhi zemrën dhe ja lidhi shpirtin me faltoren. Dhe ajo fali dhe adhuronte Zotin, dhe përveç kësaj, imagjino një fëmijë i vogël që i vogël tritet i mbar, nuk din ç'është e keqja, nuk din ç'është pisliku edhe zullumi, nuk din ç'është që të ofendosh edhe të shash ose të hysh në hak dikujt, por ishte e dedikuar vetëm për Zotin e saj dhe vetëm mirë buronte nga zemra dhe nga shpirti i saj. Allahu xhaleshanu imagjino një devotshmëri të tillë engjëllore, e suporton të herë pas here me argumente, e suporton të herë pas herë me mrekulli të cilat i tregonte dhe vinte Zekeria, profeti i Zotit alayhis salam, paqja e Zotit qoftë me të, dhe çuditej sepse shifte frutat e një stine në stinë tjetër, të cilat i konsumonte brenda pra aty në tempull ku ishte Meriemi alayhis salam. Dhe i thot një ditë, qale ya Maryam anna laki hadha. Ka qenë kohë tjetër atëherë para 2000 e pak vjet. Nuk ishte atëherë sistem serash siç ka sot dhe teknologji të avancuar që t'i bëjnë frutat në çdo kohë dhe t'i përzinë me njëra tjetrën. Atëherë ishte gjithçka e thjeshtë dhe modeste. Dhe ishte shumë e çuditshme kjo që po ndodhte. Nga të vinë ty këto fruta o Meriebe, sepse këto nuk e kanë kohën tani. Qalet huwa min indillah. Thoshte Meriemi, ajo vajza e vogël dhe e devotshme. Thoshte ato janë prej Allahu xhaleshanuhu. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allahu xhaleshanu i jep rrezik dhe i jep furnizime dhe i jep mirësi atij që don. E kur të hap Allahu xhaleshanu nuk ka kush e mban. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Kur ta shofësh diçka që ja ka bë Zoti xhaleshanu mbar, kur do me ta hap Allahu, vallahi nuk ka kush ta mbyll. Gjithë bota më mundu, nuk ta mbyllin dot. E nëse ta mbyll Allahu xhaleshanu gjithë sebepet me i bë, kur nuk e hap dot më dhe kur nuk e hap dot mirësinë, edhe derën e mirësisë, subhanallahu. Imagjino një vajzë vogël, e devotshme, e cila i jep
indicje një profetit madh siç ishte Zekeria a.s. dhe i tregon se Allahu xhaleshanu atë që është e verës e bën edhe ndimër, atë që është e dimrit e bën edhe në verë. I tregon që Allahu xhaleshanu ato gjëra të cilat edhe nëse i ka kalu koha Zoti mund t'i ripërtëri. E shkon më një herë pas saj Zekeria a.s. Hunalike daa Zekeria rabbehu. Me njëherë mbasi pa mrekullinë Allahut, mori indicje profeti Zotit dhe shkon të falet mihrabin e tij dhe i lutet Allahu xhaleshanu, megjithse ishte me moshë të tejkaluar dhe nuk ishte koha që të bënte më fëmijë, as ai as bashortja e tij nuk kishin pasur fëmijë gjithë jetën, ishte i vjetër dhe i thyer në moshë. I lutet Allahu xhaleshanu me indicje nga Meriemja alayha salam, të paktën siç vjen pra radha ajeteve që e ka përmend Zoti xhaleshanu. E Allahu Gjelle Gjelaluhu i bën mrekullie dhe Zekerias a.s. dhe i jep pra dhe furnizon me fëmijë që e bëri edhe atë profet. Një ditë, kur ishte në faltore Meriemja a.s. paqja e Zotit qoftë me të, i vjen një njeri, nuk e kish parë asnjëherë, dhe sa e pa u tremb, sepse ajo ishte në jetën e saj, në botën e saj, kishte lidhje me Zotin. Ajo nuk dinte se çfarë ndodhte jashtë, dhe sa e shikon me njëherë trembet dhe thot kale inni a'udhu birrahmani minka in kunte taqiyya. I kërkoi mbrojtje gjithë mëshirshmit Allahu xhaleshanu nëse ti je njëri që e njeh Zotin. Nëse ti je një njëri që e njeh Zotin, pra kishte frikë se mos kish ardhur për të bërë diçka të keqe. Mos kish ardhur me qëllim të keq. Ndërsa i thot kale innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Ishte pikrisht fillimi i një mrekullie e cila do të ndodhte dhe do të lete gjurmë në gjithë historinë e njerëzimit për një njeri të madh, për një profet të madh, i cili do të vinte te një popull që kishte shumë nevojë për shpresë, që të përhapte të vërtetën dhe të thoshte të vërtetën dhe ti dridhte shtyllat edhe bazat e tiranisë dhe të zullumit asaj kohe, subhanallah. E kjo mrekulli ka që madhe, i thot, do të ndodhi thot me emrin Allahu xhaleshanu me frymën e Zotit. E pasi ajo mbetet shtatzën me emrin edhe me fuqinë e Allahu xhaleshanu, përveç dhimbjeve të shtatzanisë, përveç mundimeve të shtatzanisë, ajo që e mundonte më së tepërmi, ishin me të vërtetë mendimet se çfarë do të thonë njerëzit më pas. Si do ta presin njerëzit këtë mrekulli të Zotit xhaleshanuhu. Imagjino pra mendonte me veten e saj. Dakor, ky është fëmijë ka nënën po babain. Çfarë do të thonë njerëzit? A do ta besojnë ato se kjo është një mrekulli prej Allahut xhaleshanuhu? Çfarë do të thonë ato kur ta shohin këtë fëmijë? Si do ta presin, a do ta akuzojnë, kush mund të jetë pra përballja e parë me to? Dhe fillon që të mundohet derisa Zoti xhaleshanu her pas here jepte shenja se kjo ishte një mrekulli prej Allahut xhaleshanu dhe Zoti do të kujdesej më së miri për atë që po donte Zoti xhaleshanu për planin e tij pra që kishte Allahu xhelaluhu. Derisa i thot fekuli washrabi wa qarri aina. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. I thot Allahu xhaleshanu ti ha thot edhe pi. Dhe ti thot prit thot ditët e tuaja. Nëse dikush të mundon me fjalë pra, duke e pas ajo ishte shtatzën në barku i saj, ti thuj i kam premtuar Allahu xhaleshanu që unë nuk do të flas edhe nuk do të them asnjë fjalë. Kështu thot këtë qëndrim do të mbash o Merieme, derisa vjen dita që e lind, edhe ajo shkon me foshqen popullin e saj, momenti më i vështirë dhe momenti gjithashtu më i bukur dhe momenti më madhështor. Ajo vjen përpara popullit saj dhe fillojnë trysnitë dhe fillojnë mundimet me fjalë. Imagjino, subhanallahu il-azim, të kesh me vete mrekullinë Allahu xhaleshanu shpresën për të gjithë banorët e tokës në atë kohë dhe të mundohesh pra dhe të mendosh se çfarë do t'i mbushësh mendjen dikujt që s'ka lidhje me këtë punë, edhe çfarë do t'i thush një tjetri që mund ta ketë mytë veten me zullume me gjinove deri këtu dhe don që të sulmoj të mirën edhe të bukurën edhe ta njollosi, derisa fillojnë t'i thonë
Qalu ja Maryam laqad ji'ti shay'an fariya. O Maryam, ç'është kjo gjë e turpshme që ke bërë ti? Direkt fjala parë, pa e pyet asnjë gjë fare si ndodhi, si s'ndodhi. Direkt me akuza. Ju më syn të gjithë ata që ishin aty pra, duke e shajtë dhe duke e ofendu. Ja ukhte Harune, ma kana abuki imra'ahu, wa ma kanat ummuki baghiya. O ti thot bia Harunit thot, vjen nga një familje nderuar, baba jot njihet për mirë, e nëna jote nuk ka qenë për dalë. Subhanallah, ky ishte kulmi. Ky ishte kulmi edhe ishte momenti pra që e rëndon shumë Merjemin, e cila po mbarte fjalën edhe frymën e Allahut xhelleshanuhu, atë që Zoti xhelleshanu i tha bëhu edhe bëhet. Ajo që ishte mrekullia e gjithë kohës, subhanallah, që e shënoi Zoti xhelleshanu në librat e shenjtë, Isain alayhis salam, shpresën, Mesian. E në këtë moment, si që ishte, fe e sharet i lej, ajo të regon për tek foshnja, nuk ishte qa me thonë. Sa doj që t'i fliste, s'kishte për t'ja mush do të mendja natyre, dhe s'kishte për t'i bin dot, se kjo është një mrekulli prej Allahu xhelleshanu. Ama kishte diçka në zemër, edhe ishte e bindur që Allahu xhelleshanu, ashtu si që kishte nis planin e ti, nuk ishte për t'alon Zoti xhelleshanu vetëm. Nuk i kishe dhënë Allahu xhelleshanu një mrekulli që ta mbarte në barkun e saj e ta turpronte nesër përpara njerëzve. Nuk e kishe ngarkuar Allahu xhelleshanu me një mision të madh për të gjithë popullin e saj që ishte shpresë ta lete në bal, kur nuk i lën Zoti xhelleshanu njerëzit e mirë në bal. Vallahi, derisa Allahu xhelleshanu bën mrekullin dhe të gjithë pranishmit që ishin mbledhur duke akuzuar dhe kush të shante dhe të ofendonte dhe të shpifte më shumë, Allahu xhelleshanu i dha një shenjë të madhe, një foshnje, e cila flet si që ishte pranë djep, flet edhe thot për çfarë thot. Qale inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Subhanallah, sa po lindur fëmia, dhe gjithë njerëzit dëgjonin dhe u shtangën tek dëgjon një foshnje e cila i rendiste dhe i tregonte fjalët dhe i thonte fjalët aq bukur dhe aq fjalë të matura dhe mesazhe të mëdha, saqë edhe sot e kësaj dite dikush prej nesh do ta kishte shumë të vështirë ose hiç nuk mund ta thonte dot. Tha unë jam robi Allahut. Kale inni abdullah, atani el kitabe, ma dha Zoti librin, pra do të mbëj profet, wa ja'alani nabiyya, do të jemi dërguar i Zotit, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu usani bis salati wa zakati ma dumtu hayya. Zoti më ka bërë begat kudo që do të më shkeli koma, dhe unë thot, më ka urdhëruar Zoti im që të fal namazin dhe të jap zakatin për sa të jem gjallë. Wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya. Dhe unë thot, jam ai që do t'i respektoj, thot, nënës time, thot, maksimum, thot, dhe nuk jam mendje madh i dëshpëruar. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Paqja Allahu qof me mua, thot, ditën që u linda, ditën që do të vdes dhe ditën që do të ringjallë përpara Allahut xhelleshanu. Subhanallahil azim. Wallahi, çfarë fjalësh dhe çfarë mesazhi. Nuk ishin belbëzime, thjesht një belbëzim, një foshnjë që flet përpara kohë, por se ishin fjalë që ju ngulitën zemër të gjithëve atyre cilët pra do të shikonin një mrekulli prej Allahut xhelle xhelaluhu. Isain alayhis salam. Dhalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun. Ky është Isa i birit Merjemes. Fjala e vërtet edhe thënia e vërteta rreth tij pra për cilën ata polemizojnë, thot Allahu xhelleshanu. Ky është Isa i birit Merjemes, mrekullia e Allahut xhelle xhelaluhu. Vëllezër të nderuar, për Zotin neve na ka treguar Allahu xhelleshanu shumë shembuj në Kur'anin famlar. Se si profetët e tij ka pajis me argumente dhe me mrekulli, aty ku ka pas më shumë nevojë Zoti ka dhënë edhe mrekulli edhe më të forta akoma. Madje ishte Isa alayhis salam ai i cili e ngjalli të vdekurin me lejen e Allahut e pan gjithë populli i tij dhe dëshmuan. Ishte ai i cili shëroi lebrozën dhe shëroi disa smundje që nuk shëroheshin, madje edhe sot e kësaj dite është shumë vështirë që të shërohen, subhanallah. Me lejen e Zotit xhelleshanu e mori, thot, zogun, thot, e bëri dhe njerëzit e pam dhe gjithë se si i fryu me lejen e Zotit xhelleshanu dhe ju bë zog pra dhe fluturoi. Të gjithë e pan. Dhe këto ishin argumente dhe fakte prej Zotit xhelleshanu kur Zoti do me mbështet të vërtetën edhe me i dhon rrugë të vërtetës, aty ku ka më tepër mi nevojë, në ato zemra që janë më të rënuara
që Allahu xhaleshanu t'i ngjalli. E lusë Allahu xhaleshanu që të na ngjalli zemrat tona me dritën e besimit, me fuqinë e argumentit edhe të vërtetës. E lusë Allahu xhaleshanu që neve na japi edhe të na dhuroj dashuri për të, për profetin e tij, për të vërtetën, për të gjithë profetët, për librat edhe shpalljet e shenjta. Amin. Wa barran bi walidati, dhe mirësjellës dhe respektues ndaj nënës time, thot Isai alayhis salam. Një mesazh që na e dha neve Zoti xhaleshanu nëpërmjet profetit tij, dhe të gjithë profetët kanë folë për prindin, patjetër, sepse ajo është shumë e rëndësishme mirësjellja dhe respekti ndaj prindit. Derisa profeti ynë tha, kënaqësia e Zotit është e kënaqësia e prindit, hidhrimi i Zotit është e hidhrimi i prindit. Luma i cili ka prindit ose ka dikë për prindve gjallë, sa aty ka mirësinë me vete, aty ka xhenetin e tij, ka me fitu për jetësinë e tij. Siç na e kanë tregu neve tekstet e qarta të Kur'anit famlar të profetit alayhi salatu wassalam. Pasha Allahun ka ndodhur, edhe është e vërtet pra histori, ka ndodhur në një vend islam. Dy vetë shkojnë në gjykat, dy vëllezër shkojnë në gjykat, dhe kush ishte çështja që vllai i madh do me marr prindit me i majt, ndërkohë që unë jam vllai i vogël, më takojnë mua që t'i maj prindit. Dhe merreshin edhe debatonin dy vëllezërit me njëri tjetrin kush do ta marrë prindin në shtëpinë e tij. Ndërkohë që realiteti sot është për të ardhur keq, kur vje puna me undapra, edhe me shku prindit e njëri për fëmijët, disa tërhiqen, disa bëjnë manovra, disa bëjnë sikur se kanë menjen, disa bëjnë sikur e kanë shumë të vështirë. Ndërkohë që janë prindit ata të cilët janë kujdes për fëmijët gjatë gjithë jetës tyre. Në momentin që bëhesh me fëmijë, dhe gjithçka që ke tatën, je gati, edhe je i gatshëm t'ia dhurosh fëmijës tat. Çdo gjë ta vesh pranë dispozicion të fëmijës tat, që mos t'i mungoj asgjë. Na ndodh të gjithëve, i ndodh kujtoj që ka fëmijë, që të rritet pa i mungu diçka, të rritet i shëndetshëm, të marrë arsimin më të mirë, të jetë njëri i suksesshëm në jetë, të ketë ardhmen e tij, edhe nesër të bëhet dikushi, nuk ka kënaqësi më të madhe për prindin. E kur vjen puna, gjithë këtë sakrificë të ta kthej me mos mirënjohje edhe me mos respekt, edhe të sillet keq me prindin, vallahi, kjo është nga gjërat më të rënda. O besimtar, kini frikë Allahu xhaleshanu, mos ja thyni zemrën prindve, mos i folni keq prindve, respektoni prindit. Pasha Allahun, i keni amanet para Zotit xhaleshanu. I keni amanet para Zotit xhaleshanu, dhe siç tregohet, edhe siç thuhet nga tekstet e shenjta, si do të veprosh ti me prindin ta, do të veprojnë fëmijët e tuaj me ty. Është një nga mëkatet ose nga gabimet që lahet në qynë këtë dynja, subhanallah. E lusë Allahun xhaleshanuhu që neve të na bëj respektuese dhe mirësjellës ndaj prindve tanë. E lusë Allahun xhaleshanuhu të na shtoj dashurinë për njëri tjetrin. E lusë Allahun xhaleshanuhu të na shtoj dashurinë për të mirën dhe të na largojë nga e keqja. E lusë Allahun xhaleshanuhu që prej kësaj xumaje ne të dalim me kënaqësinë e Zotit, me mëkatet të falura dhe gjunahet të falura dhe lutjet pranuara. O Zot, ty të lutemi, na fal dhe na mëshiro, ja Allah, ti je më i madh i falës. O Zot, ty të lutemi, ja Allah, i që ka hallë dhe siklet, o Zot, jepi zgjidhje, edhe ndihmoje, ja Allah, që të gjej rrugëzgjidhjen e duhur dhe rrugëzgjidhjen me dinjitet, që t'i shlyej pra problemet që ka, edhe t'i zgjidhi hallet edhe sikletet që ka, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, ti je i plot fuqishëm, ja Allah. Na jep fuqi se jemi të dobët. Na fuqizo, Zot, tek e mira përballë keqes. Na fuqizo, Zot, tek veprat e bukura, edhe tek dëshira për vepra që të kënaqin ty ndaj mëkateve. Na largoj, ja Allah. O Zot, ty të lutemi, na falne, fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Amin.